punin. Zyrës së rregullatorit për energji është kërkuar një hetim për të identifikuar përgjegjësit për kthimin e reduktimeve të energjisë elektrike të një dite më parë. Anise situata energjetike është stabilizuar pas kthimit në funksion të blloqeve të termocentraleve të Kekut. Instituti për Politika Zhvillimore vlerëson se çështja e mosnominimeve të mjaftueshme të energjisë dhe devijimeve të mëdha nga planet e bilancimit nuk mund të trajtohet si problem teknik i izoluar. Ajo paraqet rrezik sistematik për sigurinë e furnizimit dhe kërkon hetim të plotë rregullator për të identifikuar përgjegjësinë kontraktuale dhe institucionale. Konsumatorët nuk mund të bartin kostën e gabimeve në planifikim, në tregtim apo menaxhim të sistemit. Çdo reduktim i furnizimit duhet të shoqërohet me transparencë të plotë, me masa ndaj palëve përgjegjëse dhe me zbatim të mekanizmave të kompenzimit të parapar me ligj. Një hetim i tillë është paralajmëruar edhe nga vetë ZRE-ja një ditë më parë. E në një takim mes ushtruesit të detyrës së kryeshefit ekzekutiv të Kostit Shaban Eziri me drejtorin e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë Petri Tajeti të njëjtën, u ngrit si shqetësim siguria energjetike e vendit. Takimi u zhvillua në kuadër të bashkëpunimit institucional për identifikimin dhe adresimin e rreziqeve që mund të prekin sigurinë e Kosovës, me fokus të veçantë tek kërcënimet ndaj infrastrukturës vitale. Në këtë kontekst, u theksua rëndësia e parandalimit dhe trajtimit të rreziqeve të sabotimit dhe cënimeve të sigurisë që mund të ndikojnë në funksionimin e sistemit elektroenergjetik. Në situata kur furnizuesi dështon që të sigurojë energji të mjaftueshme për furnizimin e konsumatorëve, sipas njohusit të çështjeve të energjisë Adhurim Haxhi Musa, duhet të ndërhyjë kuvendi dhe qeveria. Në rast se KESCO e ka të pamundur të sigurojë furnizimin stabil me energji elektrike nëpërmjet importeve, atëherë duhet që me kohë të informohet zyra rregullatorit të energjisë. Ajo të informoj me kohë parlamentin, por edhe qeverinë e Republikës Kosovës, ashtu që bashkarisht të gjejë një zgjidhje për me siguru furnizim stabil me energji elektrike. Të njëjtën Keku ka njoftuar se po operon me 5 njësi, duke prodhuar energji me kapacitet maksimal. Sipas parashikimeve ditore, prodhimi vendor arrin deri në 900 MWh, ndërsa ngarkesa është deri në 1240 MW gjatë orëve të pikut. Kjo i bie që KESCO duhet të importojë mbi 300 MW për orë për të siguruar energji të mjaftueshme për ta mbuluar konsumin.